të provuar se punonjësit e policisë që u nisën drejt kasolleve ishin të informuar se do të shkonin për të kapur një person që dyshohej se ishte i armatosur dhe se duhej të njoftohej ose Rene ose FNSH, vlen dhe dëshmia kryesore e punonjësit të policisë Erikson Alillari, me detyrë trup shërbimi në forcat operacionale Shqiponja pranë drejtorisë së policisë Korç prej rreth 6 vitesh. Dëshmia e Erikson Alillarit. Në mbrëmjen e datës 3 qershor 2026, jam telefonuar nga Edison Adri, i cili më njoftoi se duhet të paraqitesha në drejtori në orën 4 të mëngjesit. Pasi mora armatimin dhe pajisjet së bashku me grupin, u nisëm drejt komisariatit të policisë Maliq, ku zhvillua instruktazhi për operacionin. Gjatë instruktazhit, i cili u zhvillua në prani të drejtuesve të policisë vendore, na u bë me dije se objektivi i operacionit ishte Violant Braçellari, një person në kërkim me rrezikshmëri të lartë, i cili dyshohej se ishte i armatosur. Pasi mbërritëm në zonën e stallave në malin e Bodes, forcat policore u ndanë në grupe për të rrethuar objektivin. Unë së bashku me kolegun e Nea Ibi, po lëviznim për të bashkuar me grupin tjetër kur dëgjuam thirrjet policore drejtuar personit në kërkim. Në orën 4 është paraqitur në drejtori dhe aty është takuar me shokët e tjerë të grupit. Kanë shkuar në armaturë dhe kanë marrë armatimin automatik, ndërsa jelegët antiplumb i kishin në automjetin e shërbimit. Menjëherë pasi kanë marrë armatimin, kanë hipur tek mjeti Volkswagen me targa MB 060 AA. Në mjet së bashku me të ishte shefi seksionit Dimitër Trushi, Edison Adri, Enea Mekolli, Ermir Sokoli dhe Renato Seiti. Në momentin që janë nisur, shefi seksionit tha se do të shkonin në komisariatin e policisë Maliq, ku do të bënin dhe instruktazhin. Mbasi kanë shkuar në komisariatin e policisë Maliq, janë rreshtuar tek oborri i komisariatit. Në oborrin e komisariatit në rresh me ta ishin dhe forca të tjera të këtij komisariati, agent të drejtorisë. Në instruktazh ishin dhe 2 zëvendës drejtorët e drejtorisë vendore Korç, si dhe shefi i komisariatit të Maliqit. Në instruktazh, zëvendës drejtori i rendit Lorenz Shehu i dha emrin e personit, i cili quhej Violant Braçellari. Ju tha që është person në kërkim i rrezikshëm, mban armë dhe njëkohësisht ju dha dhe disa karakteristika trupore të tij. Mbasi përfunduan instruktazhin, hipën në mjet dhe u nisën në drejtim të Lozhanit. Kanë kaluar Lozhanin dhe më pas janë futur në një rrugë dheu, e cila shkon në drejtim të malit të Bodes. Pasi janë gjitur në mal për një farë kohe, kanë qëndruar rreth 500 metra larg stallave. Kanë zbritur nga mjeti, kanë marrë pajisjet që kishin me vete duke veshur jelegët antiplumb dhe automatikët. Mbasi kanë marrë pajimet, zëvendës drejtori i rendit Lorenz Shehu i ka arrestuar përsëri, duke i porositur që të tregonin kujdes, pasi personi është shumë i rrezikshëm dhe mund të ketë me vete dhe të përdor automatik ose pistolet. Janë ndarë si grup. Ai dhe Enea Ibi shkuan në krahun e djathtë të stallave nga pjesa e Kodrës, ndërsa pjesa tjetër e grupit, shef Dimitri, Edison Adri dhe Enea Mekolli dhe Renato Seiti, janë ndarë si grup. Ai dhe Enea Ibi shkuan në krahun e djathtë të stallave nga pjesa e Kodrës, ndërsa pjesa tjetër e grupit, shef Dimitri, Edison Adri, Enea Mekolli, Renato Seiti, Ermir Sokoli, morën një drejtim tjetër, duke kaluar në një rrugë dheu e cila kalonte në krah të stallave. Siç kuptohet nga dëshmia e tij, nuk bëhet fjalë për 40 forca policore. Në një moment dëgjova të thërrisnin: "Ndal, policia, je i rrethuar." Teksa po afroheshim me grupin tjetër në drejtimin ton, u qëllua me armë zjarri. Menjëherë pas të shtënave u plagos efektivi Edison Adri. Para meje ishte punonjësi i policisë Edison Adri, i cili u rrëzua në tokë direkt pas të shtënave. Të shtënat vazhduan nga një dritare në cep të stallës dhe unë ju përgjigja me zjarr në drejtim të vendit nga ku po qellohej. Ndërkohë efektivi i plagosur kërkonte ndihmë, por situata mbetej ende e rrezikshme për shkak të shkëmbimit të zjarrit. Më pas, pash Violant Braçellarin të dilte nga stalla me armë automatike në dorë, duke qelluar në drejtim të policisë, ndërsa ne ju kundërpërgjigjëm me zjarr. Pas pak zjarri u ndërpre, e pash personin të shtrirë dhe e dëgjova të thërriste: "Dorzohem." E mbajta në shënjestër derisa u afrua grupi tjetër dhe bëri neutralizimin e tij. Pas kësaj, vëmendja jonë u përqendrua tek shpëtimi i kolegut të plagosur. Së bashku me kolegët i dham ndihmën e parë Edison Adrit, duke vendosur veshje mbi plagën në nofull për të ndaluar gjakderdhjen. Më pas së bashku me kolegun Renato Seiti,
e transportuam të plagosurin për rreth 500 metra deri te automjeti i shërbimit, me të cilin u nisëm drejt spitalit. Gjatë rrugës u takua me ambulancën dhe efektivi i plagosur u transferua për të marrë ndihmë të specializuar mjekësore. Në përfundim të dëshmisë time, konfirmoj se si gjatë instruktazhit në komisariatin Maliq, ashtu dhe pak para ndërhyrjes, ishim paralajmëruar se personi që kërkohej konsiderohej shumë i rrezikshëm dhe mund të ishte i armatosur, ndaj duhej të tregonim kujdes maksimal gjatë operacionit. Po pasuri në Korçë, pasuri në Trenta... Jo, kemi asgjë. Edhe në Vlorë kemi një shtëpi, kemi bërë dhoma plazhin ja 7-8. Keni pas më përpara. Ha? E keni pas më përpara flas. Që kur keni jetuar atëherë. Kemi jetuar. Si do ta kemi? Atë pluma të violentë deri në atje. Po këto plumba nga kanë ardhur? Kjo Gëzoja? është tjetra. Kjo është tjetra. Gëzoja ti nuk këtu. Sa e gëzojsh? Tash kur erdhën ata, ekspertë di, avash më thanë mua, se i shkele. Dje? Di erdhën ekspertë, di erdhën. Okej. Ha. Apo se i shkele tha. Unë nuk e di, nuk më hinte në ja. Sa plumba janë këtu? 1, 2. Se 2 shi gjeta shokët. 2 shi gjeta janë. Po ka dhe brenda tjera jo? Ja brenda se di. Okej. Po këtu kush nga kanë ardhur këtu? Ja. Duhet nga zonave. Ku tëra violentë dhe Po ale. mirë, po prapë insistoj. A është sekustruar Kalashnikov violantit në vendngjarje? Nuk e di. Nuk e di se nuk kam detaje nga kush. Nga kush të kem. A ti ke shpar vetë armën në Jo zjarr? vetë s'ka Çfarë armësh ke parë aty? Vetë, me sy. Nuk kujtja kisha parë. Policisë ose violantit, Pas, mba- mbas ngjarjes po Pole- flas. S'pash, violanti nuk e pash fare unë. Ku shkova atje? Fare, atje nuk më lanë. Vetëm ka që të thash që mbaj mend që ishte kështu, lakuriq, dhe ne mbani 2 policë. Kanë lënë ta afrohesh, e Fare. kuptova. 2 plumba të tjerë, domethënë këtu ne shohim faktën 8 plumba deri në Të këtë moment. plumë. Se sa ka niku pasaj korri flopës. Ja ko është flopës. A se plagos. Ka lënë ti? Ne këtë hapur, okay, s'ka lënë. Ja ku është Ja ko ke e dëmtuar. A ja kanë nxjerr plumbin Ja ka tani, zirë plumë, shqyqyrë. E pas të nëzirë. Çfarë lloj race është kjo? Gjersi kemi, ja ku ka bërë vice në verim branë. Ah, domethënë edhe e plagosur dhe ka bërë të Të vitë. i kishtë mbranë. E linja për jashtë, që më ka bëndë të branë. Një tjetër dëshmi është ajo e Dimitor Trushit, shefi seksionit i cili ndër të tjera ka deklaruar. Terreni ishte i zhveshur dhe nga sipër rrugës për poshtë janë afruar në drejtim të stallës. Punonjësi i policisë Enea, Edisoni, Ermiri dhe ai ishin para Renatos dhe gjatë afrimit, Enea me Edisonin kanë vënë re se në stallë kishte lëvizje personi dhe kanë thirrur, ka lëvizje në stallë. Në këtë kohë, ai ka thirrur të rrethohet stalla dhe kanë bërë thirrje personit që ndodhej brenda. Policia dil për jashtë je i rrethuar, jemi Renea. Ai së bashku me Ermirin kanë qenë në cep të magazinës, ndërsa Edisoni me Enean kanë qenë para një pirgu me ple, ndërsa Renato janë mbrapa tyre. Në këtë moment, i ka bërë thirrje duke bërtitur punonjësve të tjerë të policisë duke thënë, hajdeni duhet rrethuar stalla. Në këtë moment ka dëgjuar një breshëri automatiku dhe pasaj 2 breshëri të tjera. Në momentin që është kthyer për të parë, punonjësit e policisë ka parë që punonjësi i policisë Edison Adri ishte rrëzuar në tokë dhe u kthye nga ai. E ka parë me një shenjë gjaku në nofull dhe i ka bërë me duar që ta ndihmonte. Në këtë kohë është lëshuar për ta ndihmuar, por ishte e pamundur pasi kishte breshëri plumbash që vinin nga pjesa fundore e objektit në drejtim të tyre.